që nga e mërkura 2 nëntor është vënë në zbatim sporta e konsumatorit. Synimi i kësaj mase të ndërmarrë nga qeveria është që të garantojnë çmime të ulta për një grup produktesh së nevojës së parë. Sipas aktit normativ, supermerkatet që përfshin në zbatimin e sportës së konsumatorit janë të detyruar të disponojnë të paktën një artikull nga çdo kategori e produkteve që përmban lista me çmim më të ulët. Këto produkte do të markohen në raft me shenjën e posaçme që ka publikuar Ministria e Zhvillimit. Lista e produkteve që përfshihen në sportën e konsumatorit. Qytetarët mund të informojnë për produktet e sportës duke klikuar në adresën elektronike e-vizdomes@analotis.gov.gr. Ata mund të krahasojnë çmimet e sportës dhe të zgjedhin të blejnë aty ku i leverdis më tepër. Në fazën e parë në këtë program janë përfshirë 13 supermerkata dhe do të shtohen edhe më në të ardhmen.